Për herë të parë në Shqipëri, Fakulteti i Shëndetit në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës do të ofrojë një program të ri studimi 2 vjeçar në geriatri, i cili do të nisë për vitin e ri akademik. Geriatria është një degë e mjekësisë që fokusohet në kujdesin për trajtimin e të moshuarve, duke adresuar probleme të ndryshme shëndetësore dhe funksionale që lidhen me moshën. Ajo përfshin diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve, si problemet me kujtesën, dobësimin e kockave, hipertensionin, diabetin, si dhe mbështetjen në jetën e përditshme, duke ndihmuar të moshuarit në aktivitetet bazë, si ushqyerja, veshja, higjiena personale dhe përdorimi i barnave. Dekani i Fakultetit të Shëndetit në Universitetin e Vlorës, Engelejt Mohilli, thotë se ky program është një risi për Universitetin e Vlorës, por gjithashtu është programi i parë në Shqipëri në këtë fushë. Ky program është një risi për universitetin dhe jo vetëm, sepse është programi i parë në Shqipëri në këtë fushë dhe mundohet të përgatisë profesionistë të shëndetit të cilët do të kujdesen për moshat e treta dhe të katërta, të cilët për shkak të tranzicionit demografik numri i personave në moshë të tretë dhe të katërt është rritur, kështu që këta profesionistë përgatiten për të shërbyer këtyre individëve për të dhënë asistencë mjekësore. Mohilli thotë se ka interes për të regjistruar nga të rinjt. Deri në këtë moment ka interesim, aplikimet ishin 85 për këtë program studimi, ka filluar regjistrimet, deri në këtë moment numri është 10 i regjistrimeve dhe presim të regjistrohen dhe të tjerë në ditët në vijim. Dekani i Fakultetit të Shëndetit në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Engelejt Mohilli, thekson se shumë të moshuar janë të vetmuar, pasi ky është një fenomen global që ndikon edhe në vendin ton, ndërsa sipas tij janë disa faktorë, si rritja e jetëgjatësisë apo edhe largimi i fëmijëve jashtë vendit. Sigurisht ky është një fenomen global dhe po ndodh dhe në Shqipëri. Tranzicioni demografik, siç përmenda edhe më herët, është një nga arsyet kryesore, rritja e jetëgjatësisë. Por paralelisht me rritjen e jetëgjatësisë, këta individ bashkëjetojnë me sëmundje të ndryshme dhe ndihma shëndetësore që këta kanë nevojë është e domosdoshme. Dhe ky program studimi vjen të mbulojë këtë boshllëk.